A është ndalume me vroni njëri në Kosovë? Jo, po ti që po qëre Emanuel që po të tani? Dëgjo, mos e banalizat. Ju për banalizon që shumë mirë, shumë thjesht, që ata për ta banalizojnë, shumë për banalizon. A është ndalume jo, nëse kënë leprën, nuk është ky problem, dëgjo. Ata ndalume me vroni njëri, jo. Po nëse kjo nuk është procedurë. Njëri shumë mirë po do të lexon kushtetutën, e shkel kushtetutën nëse s'qëndron, kjo do t'ju. Ju lutem, ju çka po thoni është kështu. Ju po thoni që boni... Jo, mos s'lasën me ngu se si kam gënë. Jo, se nuk je ka pull, nuk je ka din. Jo, ti je shumë mirë për imunitetin politik të Gjoli mi. Tyre që thotë e... Vaj gore bre, vaj. Njeri shumë mirë për lexon, thotë e shkel kushtetutën, nëse nuk rrinë mrena, ti po do jo. S'ka mekanizëm, edhe me shkel kushtetutën nuk ka mekanizëm që ndeshkon partinë politike. Jo partinë politike, po individin. Ka mekanizëm që ndeshkon. Individin, do të Gjoli mi. Ja, bre, nuk ka mandat me shu parti politike, gabemosh, nuk ka mandat me shu parti politike, kur aja ka problem vetëm me mbrojt rendin kushtetues kushtetutën.